Shiko, sot në darkë me qenë se nuk do jem nesër dhe kam ardhur që t'ju përcjell një gjë kaq bukur e kam prek edhe një herë tjetër para disa javëve, por tani pothuajse po përfundon këtu në Trojë, në lagjen e Trojës, pra në fshatin Trojë, fshatin e Përlatit, një gjë mrekullueshme që po bëhet këtu në mënyrë komunitare. Edhe kam Dritanin, kam edhe Fatmirin, dy miqtë e mi, që këta më kanë ftuar shpesh herë për të ardhur për t'i pa se çfarë gjë të bukur. Unë desha të përmend ata të cilët kanë dhënë kontribut për të bërë këtë këtu, Troja. Pra, ose Harku i Triumfit, Fatmir? Kështu e keni sjellë. I bie me qenë Troja e këtë Përlatit të si. Po, këtë Përlatit të si. Okej, shumë bukur, jashtëzakonisht bukur. Është hera e parë që bëhet diçka e tillë në një fshat të paktën të veriut të vendit, unë nuk kam pa një gjë të tillë monumentale. Ka shumë domethënie, domethënë. Ka domethënie të jashtëzakonshme, domethënë. Troja hershme që është në antikitet e tjerë. Sot është një nga vendet turistike që zhvillohet më shumë se askund në botë. Edhe kjo me sa duket i ka dhënë fuqinë e realizimit edhe të një fshati komunitar, ta e mësuar me punë komunitare. Dhe kjo është shumë e rëndësishme domethënë. Ne vujmë sot për punë komunitare. Dhe ky është shembull simbolik përveçse anës monumentale, pra se në fund fundit është një vepër arti, por ka edhe gjë tjetër, është një vepër arti e ndërtuar me shpirt komunitar. Edhe unë Dritan po i përmend domethënë, besoj që do t'jem në rregull, kontributorët e një fshati. Mhill Hasani, Martin Sulejmani, Anton Dodaj, Aleksandr Dukaj, Fatmir Shyti, Dritan Dukaj, Doni Dodaj, Gjin Sulejmani, Erion Dodaj, Kasriot Doçi, Artur Dodaj, Mikel Shyti, Elson Dukaj, Agron Sulejmani, Artan Doçi, Elton Sulejmani, Rind Dukaj, Ben Përnoj, më shihni se mos bëjnë gabim në emra, Klot Doçi, Ani Doçi, Kasriot Sulejmani, Eldi Dodaj, Gjul Përnoj, Erald Dodaj, Alfred Dodaj, Daniel Hasani, Paulo Hasani, Alfred Dukaj, Ermal Dukaj, Astrid Hasani, Gjergj Hasani, Ed Sulejmani, Alfred Sulejmani, Gjovalin Sulejmani, Frok Përnoj, El Hasani, Alfred Dodaj, Gjergj Dodaj, Përnoj, okay. Tonini, që është i vllai duke, edhe ky Përnoj dhe edhe Martini që ka ardhur nga Amerika, Martin Përnoj. Martin Përnoj, po, dhe Prenga, edhe Preng Përnoj. Po. Pra, gjithë këto emra që janë këtu, apo sot vujmë se nuk i gjejmë dot në përfshatra kaq emra, se kanë hik me gjithë, pra shi, sa rëndësi ka, janë mbledhur gjithë njerëz cilët bëjnë këtë vepër të shkëlqyer. Unë besoj se jeni të kënaqur Fatmir, a? Patjetër. Tani edhe kush kaloi këtu rrugës e shikon çfarë po bëhet këtu. Kjo një hyrje e fshatit me specifiku fshatin tonë, si gjë më tepër. Po kjo do ngelet 2000 vjet këtu. Absolutisht, jo 2000 vjet, edhe më shumë. Edhe më shumë, inshallah. Bie më shumë se Oroshi si e ka bëu këngën 3000 vjet. Dritan? Patjetër. Edhe Dora Aulove, Ugnasja Aulove Shpërdam.
kjo s'na shko dëm. Nuk shko dëm, absolutisht, Gjithë jo. trojanëve, kjo për gjithë fshatin. Qëllimi, po, jemi të knash. Me çka kemi bën. Shiko tani, Do të kemi dhe gjëna më të bukura. më të bukur, sepse Normal. jo, tani Të ju gjithë trojanët janë punëtorë. po janë shumë punëtorë dhe Janë kanë shumë pa diçka që është bërë atje. plazha jonë Po janë. tani ka një gjë, duke bërë diçka të tillë, ju meritoni tani një rrugë më të kodifikuar, më të mirë, domethënë. Ky asfalt ka nevojë për ripërmirësim, normal, ka nevojë normal. për një projekt të ri. Domethënë realisht, dhe ju e Po vetëm meritoni. atë na prishin me tubat e Barzanës, se për tjetër Jo, shumë. Pra ka nevojë faktikisht, jo bravo qoftë. Ju ta mendoj dhe kishën e Zojës, që e keni shumë simbolike. Dhe për këtë domethënë për këtë duhet menduar dhe vetë kisha. Dhe vetë kisha duhet mendoj për t'i dhënë shtys për ta bërë në trojet e vjetra atje kishën e Zojës, që lidhet me kishën e Zojës të Shkodrës, absolutisht është një nga gjërat më të bukura dhe më konvencionale në trashëgimin kulturor të Midis dhe të Shqipërisë. Kisha e Zojës këtu në Trojës. Edhe a di si e mendoj atë? Meqense ju keni pas fantazinë e këtij projekti këtu, siç është puna e Kullës, Arnume, unë mendoj atje kisha Arnume e Zojës. Do të ishte shumë bukur nëse do të ishte një projekt i tillë. Gjithsesi, gjithkush ka dëshirën për ta mbështetur gjatë tillë, ju e keni bërë bravo qoftë, edhe kështu mu më çoni tani, nga që nuk do të jem më çoni videot kur të bëni edhe koktejl këtu. Na shpresojmë se nesër do ta bëjmë koktejl, ka ora 5-6. Por si jemi pak mrapa me punë, se jo nxehtet, jo festa, se kemi në Shqaprenën. Po shpresojmë se nesër do ta bëjmë një koktejl të vogël këtu. Falenderojmë shumë, edhe ty profesor, edhe gjithë trojanët ju uroj gjithë mirat për këtë investim që kanë bërë, gjithë, pa përjashtim. Bravo. Edhe fjala fundit që kam të thënë, fshatat tjera të Mirditës, merrni shembull këtu nga Troja, për këtë mrekulli që bën dhe për punë komunitare që bëjnë. Faleminderit. Ju uroj Fatmir shumë, ju uroj të keni shumë sukses në familje dhe gjithmonë. Faleminderit.